Në gjitha rrugët e qytetit të Gjakovës sot po valojnë ngjyrat e Kuqezi. 28 nëntori, dita e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, ka sjellë atmosferë festive në çdo cep të qytetit. Qytetarët të gjitha moshave kanë dalë për të shënuar këtë ditë historike, duke mbajtur flamuj e simbole tjera kombëtare, me qëllim që festa të merr kuptim. Gjithë shqiptarës, gjithë ka janë. Urime, e inshallah për shumë mot, e inshallah bëhet më mirë të na. A dole me festu ti sot? Po, jam dalë. Qa me po? Si po duket atmosfera në Gjakovë? Vallaj dot. E sheni edhe vetë, tash ka gjidje për tjetë dot tash shumë. Shumë dot. 28 nëntori është festa për gjithë shqiptarët, ku ndodhemi në botë. Edhe kjo është festa jonë ma e dashur, ma përfaqësuese, ma përmbledhëse. Me këtë rastu, uroj kështu për gjithë shqiptarët që t'jemi mirë, ma të bashkuar, ma të mirë kuptuar. A dole me festu sot? Po, u takova me një dy shok të moshës time, kështu që... Si po duket atmosfera në qytetin e Gjakovës? Po, është pak e zynë, po nështë mas dite do jetë pak ma mirë. Presim mirë, ma mirë më botën e herët. A dulet me festu pak? Jemi dalë me festu, kësmet. Jemi dalë me festu. Ta festojmë të në sbashti. Duhet për që ditë gjithë shka me bo. Atmosfera festive në Gjakovë pritet të vazhdoj edhe në orët e mbrëmjes.